Familja Lutolli nga fshati Letance Podujeves nuk po e gëzon shtëpinë e re. Krye familjarja Kimetja, 45 vjeçare, që 6 vjet kujdeset e vetme për 9 fëmijët e saj. E sidomos i mjafton të kjo, vajza e dytë e saj, 15 vjeçare Liridona, ka 1 vit që ka shkuar në Siri. Liridona vuante nga kanceri dhe është mashtruar nga burri i saj tashmë i vrarë në Siri. Ajo vazhdon kontaktet me familjen, por nuk pranon kurrësi të kthehet në Kosovë, ndërsa tashmë është martuar me një luftëtar tjetër të ISIS-it. Qika ka dalë në Siri, se burri e ka mashtru. I ka thonë për shkojnë në Turki, se ajo është prej smuj s'keqe. E ka smuj në keqe në gjijë, të shmajtë. Jemë nuk balë në Kosovë, po kur farë syje, edhe ajo më nuk balë me analiza me kërejt. Se në ka një mua, edhe ojë një mua shumë në ka një mua. Po, a i tha në të marrë në Turki për të qaj, pe Turkije për shkojnë në Gjermani, edhe ki më shërëm. Ama që vjen që janë pozit, e më shkën që atë pozit më qika, e vlodi jam, kur se kom bëmen. Ajo thot se nuk do të donë të asgjë tjetër pos kthimin e vajzës në shtëpi. Ku me di që ka me konë, për e vladë mo, shmaz zbanë, vish me posë e vlodi nga të vetit. Po, kur të nëllis me ndajsh, vallohen, më da thështë, mi, e ribre, që të një fjallë të lume Allah, që ka unë e ka mashtru aj. E ka mashtru, a i thmi, që të një fjallë, 5-6 vjetë, mire, që kje e mira, që kje është qështë të patë, që të kënë dygoj këtë patë me të kënë. Po qështë më ka morë mollë dhe me posë e vlodin nga të veti, ati që akum hjekën e me rritë ata, e me mojtën ata, e pas robë dhe. O, a këtë i shpinën. Vëllezërit e saj më të vegjël kanë treguar se Liridona ishte mbuluar pak para se të shkonte në Siri. E që nga qershori vitit të kaluar, kjo familje është larguar edhe nga skema e asistencës sociale. O, për që tash e kom qitë një krenon para 4 dite, me margarinja kom maru, nuk ma hangren të mija. Nuk ma hangren. E që mi bota shë në tyne? Shpia kanë maru, por të zote, falimderit për gjithve që më kanë dimu. Po me gjipin me hangre të atë bagel. Ndërkohë Kimete Lutolli, përveç këtyre problemeve dhe kushteve të rënda ekonomike, ka edhe vajzën e vogël të sëmur.